Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Vllazë musliman, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vetëm Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë ndihmë kërkojmë. Vllazë musliman, siç e dini se çka është ndodhur këtu në vendin tonë. Na vllazni musliman kena lyp vend përballë katedrales për me marru xhami. E këto dolën sa po dojmë prish çerdhe. Po inshallah për këtë temë kena këtë vllazën këtu që do më ia thonë do fjalë. Inshallah mundi me fol. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vllazni musliman. Dashëm me vokit në qëzim për hir të Allahut azza wa jall se ne tëm prom në intervistë që ka thonë kë prifti katedralit që ka thonë nuk lejojna me bot xhami paralel me katedralin. Do me thonë na 98% e musliman këtë që e këna pranu Allahun azza wa jall për Zot Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Do me thonë këta po na uheqin me atë pakicë që janë këtë. Na nuk kina kur gjë kundrej fesë tyne, po kina kundrej katedralit. Pse ne dina që lufta e Kosovës o konë luftë kundra islamit. Ju nërë për shembull ata pia tjetë edhe i kemë YouTube, mundi mi pone për YouTube qysh popat e Serbis i stërpikin me ujë të vetë, ata ujë që e kanë Allah alem, i stërpikin ushtarët e Serbisë e ju thënë shkoni e vroni e prejni thëmin, edhe thëmin jep në i kam prej. Na kena rastin që është Allah musliman është gjallë, elhamdulillah prej Allahit, e kanë rejnë me krysht hekër do me thonë, e kanë lënë për dekën. Elhamdulillah që Allah është gjallë, na ka kallëzuar me gojën e vetë këtë rast. Ne kena rastin kur në Drenic i kanë dhënë motrat muslimane në fabrikën e armëve. Allah halem 100 motra se në konë. Allah halem deri në vdekje i kanë dhënue kush në konë. Ushtarët e Serbis kryqali në konë ata. Ata e në konë me kryq, o vëllohem. Kush menon që lufta e Kosovës u konë luftë për këmë, po shumë largë drejtësisë. Ata e normën e leftu islame. Na kena bisedu me një shka. Edhe e shka më ka thonë, Allah halem se ka qitë topi vetet, tha, kur na kanë qu, tha në Kosovë, tha me luftue, a para se marë, tha te jo, tha na kanë shti, tha në shtalë thive, na kanë detyru oficira ta mi therë thit në barkë me thikë, na kanë bo nëse e dërani krizmen e thive, qysh po kërset, qysh po ashton thiu, kime dëru edhe ushtimin e thmis kur ta bën mos prej në fët. E kena rastin Drenic kur na kanë dhënë motrën muslimanë ja kanë prej ftyrën. Kanë thonë hiç se ti je e keq na dënojnë aty, po i keni gratë e këshia. Unë sorte shoh katedralin e shoh ftyrën e Slobodan Miloševićit. Sorte shoh katedralin i shoh tenkat e Serbisë. Tenkat e Serbisë. Ollohem, që so kry lufta në Izrael. Që so Hitleri i boni masakrat në Izrael. 60 vjet, 70 vjet, hala përmendën. Lufta hala përmendet. Që sona lufta në Kosovë. E le të shkojnë le të marrojnë bustin e Hitlerit midis Izraelit. Pse s'po shkojnë me marru bustin e Hitlerit midis Izraelit? Pse s'po shkojnë me provu këtë punë? Një sen, çka kanë bërë këtë terroristat shkije? Çka kanë bërë këtë me neve? Po na përkujtoni vartë e mëshme. Pse më ardh këtë më na provoku me katedral midis qytetit? Kush jeni jo që na ndaloni neve shpinën e Allahut azza wa jall? Kush jeni jo na keni në shpinë tonë? Në shpinë tonë del popi del edhe thët i prifti katedralit edhe thët s'keni me marru xhami. Ku janë hoxhallarët e Kosovës? Ku është islami? Ku është morali i islamit? Allah i na zot. Allah i na forcon këtë din. Na nuk kena dalë sot. Nuk kemi dalë sot këtë protestë që kanë bërë këta vllaznia, pse na nuk jena me ta. Nuk kena na e kena pos marrveshjen me ta me boka shpinën e Allahut azza wa jall për ball katedralit. E jo ku dojnë me na dhona ata neve. Por hir të Allahut azza wa jall, i lut këtë të vllazni që dojnë shpinën e Allahut pranë katedralit, por hir të Allahut azza wa jall, na jena ata që e kena pos menimin për atë. Na nuk jena me marru xhamin jashtë Prishtinës ose në vend shef. Na po dojna mu po, kur t'jen dikush në Prishtinë me ditë që është vend musliman, subhanallah. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.